Ja kam nisë futboll me toka me lujt. Se unë kam qef edhe me vish fustana, mu ly, edhe në femnore mu kanë, po edhe kam qef futboll me lujt, sportin. Edhe dishta mi kalzu njerëzit veç që unë lyna, vish fustana, nuk do me thonë që nuk me pas sport. Edhe tani janë nisa me një video me toka, edhe më shkoj shumë virale, edhe provu apet, më shkoj apet, dhe që të vazhdova. Edhe mura se Adelina, toka, me futbol. Tu të njohë mandej njerëz. Po, qashtu. Edhe topin e kam gjithë me vete. Ku jam topin e kam gjithë me vete. Që e kena sot topin edhe studio këto kur qysh nuk bën me mungu. Ku të është Adelina, gjithysh është edhe topi. Po, qashtu është. Të regon pak, kur postove në për rrjetet sociale, po besoj që komentet ka qenë shumë ta, kur shkon një video viral mandej, s'munësh mi kontrollu komentet cilat i merë. Qysh ke në komentet, a morën e parë feedbacko, qysh ke mandej mi menagju komentet negative? Kom marrë komente pozitive edhe negative si gjithë. Pozitive janë kanë shumë, më kam përkra shumë mirë që përru në futbol me toka, fani, kanë kesh. Ama edhe negative që ka gjithë, kanë qef diqka catch me nëzirë për videos. Kur kush po më tokët ma mirë se disë mundet me nga të regu nështë diferencen mes dy shteteve. Po flasë për Gjermania dhe për Kosovë. Ku janë njerëz nështë ma të frustrum që bojnë komente negative? Po, pyetja... Besoj që edhe në Gjermania edhe në Kosovë, të dyjat. Se hejt ka gjithë. Amo ju të dyjat besoj. Edhe në Gjermania edhe në Kosovë. Komentet negative, atë pengun heq, a e njëse mi fshi nështë si fillim, e tash tu ka bunjejt, a qyshke? Qashtu, në fillim unë kam pengu shumë, se nuk isha mësu e kështu. O dhe këtë diçka e re për ty? Po, shumë e re, po tash jam mësu, tash shumë intereson heq që bojnë. Se gjithë me fake account, shumë intereson mu heq. Kur janis me TikTok, edhe mandej njerës e dojnë shumë punën tonë, kontentin tënë, manej me një formës e tjetër në ty t'imponohet me kona aktive në TikTok. Se thu, dona gjithqysh edhe sëtë me postu, edhe sëtë për ata që ty të ndjekin me i pa videot e tua, sa aktive jenë TikTok, sa shpesh munosh me postu, a e ki kontentin që dosh pa tjetër çdo ditë me postu, qysh që ndrën që kjo? Për çdo ditë. Nëse do në më konë edhe në diçka viral, duhet me postu për çdo ditë. Edhe në përmenuna me postu për çdo ditë, po është një lloj presioni edhe njerëzit se dinë menojnë veç që postojnë edhe kaq, po është një presion se duhet për çdo ditë me postu diçka, domethënë duhet edhe për çdo ditë një ide të re për me postu. Që mos më u bo bajat me një formës e tjetër. Mos më bo bajat, po. Për gjatë kohë sana jemi në bisedë, po besoj regjia ka me postu edhe pamje me cilat ti je shumë aktive në TikTok edhe njerës të njojnë për që ato. Më interesën familja ma ndaj qështë priti, kur i pa që ato video dhe krejt ato qështë shkaj viral, qështë e priti, cilat kënë komentet? Nona jam u kanë shumë supportive, gjithëm supporton. Bobi njëherë u ka këshyrë shtemt, asaj ke qa po banë me toka, veshje pu me futbolit, se ka kuptu heq. Ta shpe kupton, ma mirë, edhe vëlloj mu tra jam gjithë më kam përkra, edhe nuk ka diqka, familja jam gjithë më kam përkra, qa ku më ba më kam përkra. Nuk është diqka që shumë kam përkra. Prej fillimit e emisionit, e përmenë Adelin që i tunajt të i për shumë Kosovë. Po. Për dallim për Gjermanisë na jena një vend shumë i vogël që me një formës e tjetër në krejt njëm nërmjet vete, po më interesën ty sa janë të të njohë njerëz tash. Nështë ta kur po të shojnë në rrugë, të thonë Adelina, tokat, futbollit, topi. Po, që unë jetoj në Mitrovic ma shumë se në Prishtinë, edhe Mitrovica që të pak ma i vogël, edhe më kanë do shumë shpesh që veç thirin Adelina, toka. Më kanë shumë nice, kanë shumë funny. Se Kosova është pak ma i vogël, edhe të njohen tani ma shpejt për TikTok-et. Qatë shtyti me ardhë në Kosovë ka që shpesh? Sa shpesh mas pari të regon, sa shpesh vjen edhe më ndej qa po të shtynë, po besoj supporti njerëzve që në të ta jep? Nëherë kom është do verë, po tash po vi 2-3 herë në vetë, se po më pëlqen Kosova. Veni një huj që jetoj në Gjermani nuk mundet më bo veni jëtë, edhe po më pëlqen gjua, po më pëlqen buka, po më pëlqen atmosfera qëto. Këto njerëzit në Kosovë shumë tjetër se në Gjermani. Gjermani shumë ftoftë njerëzit. Te për shumë po më interesën.